Të dashur teleshikuesë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Pjesëmarrja e shqiptarëve dhe aq më tepër e shqiptarëve në jetën politike amerikane, si në atë luftën politike lokale apo në betejat politike në shkallë kombëtare, sidomos në prag të zgjedhjeve afatmesme kombëtare, është një shqetësim për shqiptarët, por është krenari me këtë rast, me të ftuarën të cilën kam sot, zonjën Edlira Sako, e cila arriti atë që se ka bërë një politikan tjetër shqiptar këtu në Michigan, edhe pse nuk ka një përvojë mjaft të gjatë të drejt për drejt në betejat politike, por ajo arriti të fitojë. Arriti të fitojë dhe ne jemi përfitoren e çdo shqiptari në betejat politike brenda partive përkatëse në zonën 24 elektorale apo në distriktin 24, ditën e nesme në mëngjes kur lexova e Edlira Sako, thashun, a është shqiptare kjo? Apo shqiptare s'ka si dihet tjetër. Edhe këtu kam pikërisht Edlirën, ju përgëzoj për angazhimin tuaj, ju mbështes në emër të gjithë bashkëkombësve shqiptar, siç kemi mbështetur edhe kandidatët e tjerë, si Suzana Shkrelin, ashtu si edhe Robert Lurgjuran, apo dhe Renisin, për cilët ne kemi edhe opinionet tona, si gjithë secili edhe po partishmërinë e vet. Por si shqiptar ne duhet të mbështesim shqiptarët në politikë dhe për këtë ju falenderoj. Si e përjetuat ju fitoren tuaj? Ju më thatë paraprakisht një diçka interesante, po ja vlen ta tërthoni. Isha shumë stresuar. Edhe nuk e prisja faktikisht që do isha fituese, më tepër po shikoja garat e shqiptarëve të tjerë sesa garën time, për shkak të eksperiencës shkurtër që kam në politikë, edhe emrit jo shumë të njohur në politikën lokale, apo dhe midis shqiptarëve. Dhe në mëngjes nuk nëjta vonë për të parë rezultatet. Në mëngjes i kam parë rezultatet rreth orës 8-9 të mëngjesit. Jam habitur për fitoren dhe vërtet në atë moment kam falenderuar të gjithë votuesit që më kanë votuar në distriktin 24, madje dhe ata të cilët nuk më votuan. Sepse është vërtet një arritje e jashtëzakonshme të marrësh votat në një distrikt aq të madh dhe të fitosh në primare, sidomos kur një emër tjetër mund të ishte edhe më i njohur se sa imi dhe mund të kishte më shumë mundësi për të fituar ato zgjedhje. Fitoren tuaj ja dedikoni më shumë angazhimit tuaj, njohjes së elektoratit, fatit, se nga njerë bëhet shoqërues, apo shqiptarve. Kujt ja detyroni më shumë dhe më flisni pak a shumë për këta elementet të kësaj zgjedhjeje. Fitoren time ja atriboj të gjithë njerëzve që jetojnë në distriktin 24. Dhe dihet që në distriktin 24 jetojnë grupe të ndryshme etnike, por midis tyre jetojnë dhe shqiptarë, dhe sigurisht që ndihem falenderuese për mbështetjen dhe suportin e tyre. Dhe vërtet jam shqiptaro-amerikane. Amerika është shtëpia ime sot, Michigani, Clinton Township, por në të njëjtën kohë nuk mund t'i harroj rrënjët e mia dhe përkatësisë time etnike. Atëherë, flasim për rrënjët, që je shqiptare, morëm vesh se po flet shqip. Atëherë, nga vini, cila është origjina juaj, si keni ardhur në Amerikë? Unë jam nga Lushnja, lindur dhe rritur në Lushnjë. Prindërit e mi kanë lëvizur në Lushnjë pasi origjina e tyre, meqense u pyetja origjinës, origjina e tyre është nga jugu, nga Mallakastra dhe nga Vlora. Kam ardhur në Amerikë 14 vjet edhe më shumë më përpara, kam lëvizur me djalin tim, edhe u bashkuam me bashkëshortin këtu, pasi bashkëshorti im ka jetuar këtu që prej viteve 90 kur u arratis sistemit komunist. Bashkëshorti juaj i arratisur nga sistemi komunist duhet të jetë republikan. Apo jo. Si qëndron e vërteta tash. Familja ime është tipike shqiptare.
Kur e them tipike shqiptare, e them jo vetëm nga ana politike, po edhe nga mënyra se si ne si komb jemi të organizuar. Kur vjen punat e çështje të rëndësishme që kanë më shumë rëndësi se çdo gjë tjetër, çështjet etnike apo çështjet që na lidhin me jetën sociale, ne nuk lidhemi fetarisht apo politikisht. Dhe kemi diversity ose ndryshmëri në familje apo edhe në shoqëri. Pra lidhemi në faktin se jemi njerëz, jemi human, dhe pastaj vendosim çështje si politika apo gjëra të tjera që mund na lidhin si njerëz. Pra, ai u arratis nga sistemi, sepse sistemi nuk po funksiononte, ishte sistem komunist dhe nuk po funksiononte, ishte rebelim ndaj atij sistemi dhe donte një jetë më të mirë. Kjo ishte arsyeja që u arratis. Tani të qenurit demokrat apo republikan lidhet më tepër me ide që nuk janë shumë të rëndësishme përpara faktit që jemi një familje edhe jemi të bashkuar pavarësisht pikpamjeve politike. Atëherë, më thuaj, a të mbështet burri yt, Astriti, a të mbështet djali juaj që është 24 vjeçar? Astriti ka qenë shtytja më e madhe që unë të ndërmerrja një vizion politik. Ka qenë ai i cili në momentin e parë që mua më është ofruar që të kandidoja për post publik dhe unë do jepja përgjigjen definitive jo, ai më ka thënë që ti vendos dhe unë do të mbështes për çfarë do lloj vendimi që ti do kesh politikisht apo jo, por unë të them që ti duhet të kandidosh. Ka qenë e vështirë, e ndërmora vendimin, normal duke pasur mbështetjen e bashkëshortit, por dhe të prindërve të mi dhe të djalit. Në bisedë paraprake ju më thatë që keni punuar në arsim në shkollat të ndryshme edhe po përgatiteni në master për konsulencë psikologjike për shkollat. Pra arsimin edhe gjendjen e arsimit në zonë e njihni mirë, më tej do t'ju bëj pyetje për këtë, po të kthehemi pak tek politika. Atëherë, në këtë mes, sa po kaloi faza e primarëve, çfarë ndryshon në strategjinë tuaj tashmë, pasi ju i fituat primaret, për të fituar finishin, për të fituar zgjedhjet, për të fituar vendin, si senatorja e parë shqiptare, kudo në Amerikë, se s'ka pasur tjetër, për në Lansing. E para jam nevojtare për mbështetjen e shqiptarëve. Nuk ka rëndësi se çfarë partie politike i përkasim. Rëndësi ka që të krijojmë atë frymën e mbështetjes të çdo shqiptari që kandidon në poste publike. Dhe nuk e them vetëm për veten time, po çdo kush që do vi do kandidoj në të ardhmen apo dhe ata që kanë kandiduar deri më tani, gjithmonë e kanë pasur mbështetjen time. Dhe gjithmonë kam menduar që ne duhet të krijojmë për të trajnuar apo për të ndihmuar të rinj që të ecin dhe të na përfaqësojnë kudo në çfarëdo lloj niveli. Është kërkesa që ne si televizion i parashtrojmë gjithë shqiptarëve, gjithë rinisë, gjithë intelektualëve shqiptarë që jetojnë këtu në Amerikë, shqiptaro-amerikanëve, dhe këtë e bëjmë edhe për shqiptaro-kanadezët dhe për tjerat që janë në këtë anë të rruzullimit, që të angazhohen, që në politikën lokale, që në politikën shtetërore e më gjërë. Në këtë mes, motoja juaj përputhet me moton tonë, se ne duam që çdo shqiptar të fitojë pavarësisht prirjeve të tyre në dy partitë kryesore amerikane, republikan apo demokrat, ju takoni krahut demokrat. Tani, cilët janë 3 problemet kryesore të distriktit 24 që ke në platformën tuaj, edhe cilët vendosët ju në qendër të fushatës su elektorale? E përmendet më sipër që jap mësim në shkolla. Dhe vërtet jap mësim në shkolla charter që janë të financuara nga fonde publike. Kam punuar dhe në shkollat publike dhe
Kur je duke dhënë mësim në të shkolla, ti je në kontakt me prindrit, je në kontakt me fëmijët, je staf i kësaj shkolle dhe i shikon gjërat nga një këndvështrim ndryshe. Sot kemi problemin e edukimit në Amerikë dhe roli kryesor i jepet shkencës së të lexuarit, or science of reading. Sepse niveli i edukimit ka rënë përgjatë viteve. Nuk është përgjatë këtyre 8 viteve të fundit. Ka filluar prej 40 vitesh e më shumë. Ashtu sikurse ju përmendët edhe ju më thatë në bisedë paraprake që kryeni edhe një detyrë që do të thosha si thonë anglisht speed up, i shpejton nxënësit në të lexuarit e të kuptuarit. Unë di që në Amerikë fillon leximi që në klasë që në kopësht. 5 vjeçarët fillojnë të lexojnë gërmat, pse ka rënë niveli i mësimdhënies. Mos vallë se duhet ne që të jenë të gjithë, përparojnë të gjithë klasa, është e pamundur në të njëjtin nivel. Sigurisht që niveli i fëmijëve nuk është i njëjtë. Dhe mënyra se si këta fëmijë duhen edukuar nuk kërkon të njëjtën formë për secilin nga këta fëmijë. I pari problem që është janë klasat me numër të madh fëmijësh. Problemi i dytë është motivimi i stafit. Kemi shumë pak ndihmës nëpër klasa, që mund të ndihmojnë mësuesit që japin mësim, mësuesit e certifikuara ose mësuesit e pa certifikuara, por që kërkojnë të vazhdojnë rrugën e certifikimit në këtë proces. Ato ka nevojë për ndihmë dhe programi im bazohet më tepër në ndihmën e stafit, ngritjen e motivimit të këtij stafi për të parë atë motivin që të vinë dhe të japin mësim në këto shkolla. Dhe kjo vjen vetëm duke shikuar inflacionin, që është problemi ekonomik, affordability, ose përballimi i jetesës paycheck to paycheck, dhe vjen problemi tjetër që të kenë dhe ndihma të tjera, këta mësues të kenë ndihma të tjera të cilat do t'i ndihmojnë për të përballuar jetën e përditshme, por në të njëjtën kohë të japin dhe mësim në shkollat përkatëse ku këta janë. Unë e kuptoj këtë se është shqetësimi i përditshëm jo vetëm i mësuesve, por edhe i personave të tjerë, por sidomos në arsim se pagat nuk janë relativisht aq të larta sa profesionet e tjera dhe gjithmonë kanë qenë në këto nivele çka ndoshta çon në rezultatet që ju përmendet. Elementet e tjerë, sepse ju kandidoni thjesht për një senatore në Lansing, në shtetin e Michiganit. Si mund të ndikoni ju në një procedurë që arsimi nuk është vetëm i Lansing, i një senatore, i takon gjithë shtetit, i takon edhe gjithë shteteve të bashkuara. Çfarë specifika që ju kërkoni të ndryshoni që të zërë vend në edhe t'i pëlqej të gjithë të zgjedhësve tuaj? Sa herë që vendosen ligje, gjithmonë do ketë debate. Dhe prandaj e bën këtë vend një vend demokratik, sepse demos do të thotë pushteti i popullit që vjen përmes përfaqësimit, përmes debateve në agora, në sheshin, ku njerëzit mblidhen për diskutuar. Kjo vjen që nga Greqia e lashtë. Gjithmonë do ketë kundërshtime ndaj politikave që unë dua të ndërmarr për të dhënë atë antidot për të rregulluar sistemin. Dhe çfarë unë dua është jo vetëm procesi i të lexuarit, edhe shkrimi, procesi i sistemit të vjetër që e të paturit një libër konkret dhe një fletore ku fëmijët të shkruajnë detyrat e tyre të dhëna nga mësuesit. Jo vetëm ajo, por edhe formimi i grupeve të vogla, ku ndihmës mësuesit apo mësuesja kryesore në klasë të ulet dhe të japi mësim në një numër të vogël nxënësish, kështu që do të sigurohet që të gjithë nxënësit kanë arritur nivelin e duhur
të marrjes së këtij mësimi ose të kësaj detyre. Dhe një aspekt tjetër është përfshirja e prindërve në këtë sistem. Përfshirja sa më shumë e prindërve në sistemin e mësimdhënies, që dhe ata të kuptojnë se pse këta fëmijë duan këtë ndihmë, ose pse këta fëmijë duhet të lexojnë këto libra, ose pse këta duhet të shkruajnë apo të bëjnë detyrat që janë caktuar në klasë. Ndoshta kohët kanë ardhur me mass mediat, me mediat sociale që ndikojnë në shmangjen e vëmendjes të fëmijëve nga forma klasike të mësuarit, por të lexuarit është hapi i parë, pa të lexuarit nuk mund të spërthejnë botën, edhe unë të kuptoj mjaft mirë, dhe ju nxorët një shkak, dhe shkaku kryesor, sipas jush, është numri i nxënësve në klasa, që tregon që ka pak mësues, që tregon që ka pak fonde për mësues, që tregon që ka rrogat ulta për mësuesit, gjë që bën që personat caktuar zgjedhin një drejtim tjetër në jetë, mos bëhen mësues megjithëse duan arsimin. Dhe kjo çon drejt punësimit të mësuesve që nuk janë të kualifikuar, dhe duhet të fillosh sistemin nga e para. Ndërkohë që ti nuk kesh mësues të pa kualifikuar dhe që je duke i trajnuar, ti duhet të ofrosh këtyre siguri për t'i mbajtur në shkolla që ta të krijojnë vjetërsinë, seniority, vjetërsinë dhe të marrin eksperiencën se si të japin, si të përmirësojnë mësimdhënien e tyre. Ju si demokrate që jeni përmendët fjalën që demokratët e pëlqejnë më shumë, affordability. Duhet të jetë për të gjithë, nuk po them se është për demokratët, se gjithë ne duhet të jemi në gjendje të mbajmë veten me të ardhurat që marrim. Në këtë mes, si mund të ndikoni ju konkretisht, si senatore e Michiganit, tek familjet që përballen me rritje çmimesh për arsye të ndryshme, nga inflacioni, nga rritja e çmimit të karburantit, nga lufta e tjera? Fushata ime bazohet në shprehjen ose parullën from bank to the gas tanks. Nga banka tek operatori i makinës ku ne vendosim gazin, dhe po të shikosh çmimi i gazit është rritur, ka rritur $4 për gallon. Edhe të shikosh inflacionin dhe të shikosh që rrogat kanë ngelur në të njëjtin nivel, i bie që nga paycheck që merr, dhe kur ky paycheck arrin në bank, nuk ngelet më lek nga ajo. Madje mund të kërkosh të punosh një punë tjetër apo dhe më shumë, që ti vërtet kesh tamam të ardhura për të përballuar jetesën e përditshme. Kjo është fakti, këtë e vërtetojmë të gjithë. Problemi është tek solucioni, tek zgjidhja. Ju më dukeni me platformën tuaj që anoni më tepër nga ana progresiste e Partisë Demokrate. A është e vërtet kjo, apo keni mendime më të gjëra? Në një farë mënyrë është e vërtet, por unë nuk do përdorja fjalë të cilat janë të përgjithshme më tepër se sa do shikoja realitetin ku jemi sot si amerikan. Ato që unë shoh sot nuk është për republikan apo për demokrat. Ajo është diçka që vërtet ndikon në të gjithë amerikanët, në të gjithë familjet amerikane, ndikon bizneset e vogla, ndikon klasën e mesme, dhe jo vetëm kaq, por zona ime përfshin 3 zona të ndryshme të zhvillimit ekonomik, apo përfshin fermat, përfshin zonat që janë në zhvillim, dhe zonat e vendosura të zhvilluara. Problemi është se ne kemi tarifat sot. Kemi tarifat që janë vendosur për një kohë të caktuar dhe po ndikojnë shumë fermerët në prodhimtarinë e tyre. Pse po i sjell fermerët këtu? Sepse gjitha këto produkte që ne shohim nëpër markete, këto vijnë direkt nga fermat tona. Tash ju thoni tarifat. Këtu ka nevojë për një sqarim. Çfarë tarifash? Tarifat që i vijnë fermerëve, tarifat që presidenti Trump i ve vendeve të tjera,
Çfarë lloj tarife? Që presidenti Trump vendos vendeve të tjera, sepse kemi shumë materiale të pjesëve të makinerive që përdorin këta fermerë që vinë nga Kina. Pse vi nga Kina, le të prodhohen në Amerikë? Demokratët po këmbulnin për të sjellë qipat për të ardhur për të prodhuar në Amerikë, dhe unë kam qenë pjesë e advocacy group që kemi shkuar në Lansing dhe edhe në Washington DC, dhe për shkak të këtyre tarifave ato qipa nuk erdhën që të prodhoheshin në Amerikë, dhe faktikisht do prodhoheshin këtu në Michigan dhe do hapin. Jo, po qipat kanë probleme. Qipat përmbajnë të dhëna. Qipat kanë probleme me sigurinë dhe një kontroll, pra mendimin tim, një kontroll mbi këtë do të ishte i nevojshëm, dhe unë nuk i besoj Kinës në këtë aspekt. Edhe unë jam dakord me ty. Dhe ndaj po thosha që këto qipa do prodhoheshin në Amerikë, nuk do vinin më nga Kina. Si puna TikTok-ut, do bëhet në Amerikë apo s'do bëhet në Kinë, është e njëjta strategji, duhet gjetur rregulli, mendimi im. Duhet vendosur shumë rregulla për sjelljen e çipave që andej. Por kjo nuk ka lidhje me programet doganore që presidenti Trump vendosi duke rritur tarifat, sepse nuk do ngelesha vetëm këtë qipat. Po thosha makineritë e ndryshme, pjesët e tyre dhe qipat për këto makineri që përdoren për fermerët, tani do të paguajnë 10 fishin e çmimit që dikur, ose dhe më shumë, që dikur paguanin, në pikën që ato nuk mund t'i përballojnë dot t'i marrin më këto pjesë nga Kina këtu, për shkak të tyre doganave. Dhe jo vetëm kaq, por parat që mbilleshin nëpër fushat tona, nuk mund të vinë më, sepse Kina e shikon më shumë më të pranueshme t'i çojë këto farëra në Argjentinë sesa t'i sjellin në Amerikë. Mendimi im, nuk e shoh këtë që qëndron këtu problemi, sepse janë ulur tarifet e tjera, janë rritur eksportet e produkteve si soja e të tjera, për kundër balancë të këtyre produkteve. Megjithatë, kjo është mendimi juaj, por ju jeni mendimit që këto kanë shkaktuar edhe uljen e nivelit të blerës, që mund të quhet ndryshe affordability. Po, jo vetëm kaq, por fermerët po kërkojnë qesin tokat e tyre me një çmim shumë të ulët, toka që i kanë pas të trashëguara në breza. Dhe për shkak të këtyre ata po kalojnë në strese psikologjike dhe po vi këtu tek shëndeti mendor, që lidhet me një tjetër platformë që unë kam në politikat e mia. Dikur në për këto ferma apo në këto zona rurale ne nuk kishim klinika psikologjike, dhe po kërkonim që të afronim distancat e këtyre klinikave që të shërbenin njerëzve në këto zona rurale më mirë, ndërsa tani jo vetëm që ne nuk e kemi afruar këtë distancë për njerëzit të kenë shërbimet të shëndetit mendor në zona rurale, por ne poshtojmë njerëzit, poshtojmë më shumë njerëz që kanë probleme me shëndetit mendor për shkak se duhet të shesin gjithë këto prona dhe nuk i dihet kujt ja shesin. Kemi data centers problem. 3 or 4 data centers in Michigan already decided to. Unë jam kundra këtyre data centers. There is a Chinese data center in Michigan that Gretchen approved. Dhe unë jam kundra vendimit që Governor Whitmer bëri për data centers. Dhe të të them diçka. Unë kam punuar për Governor Whitmer në fushatën e 2022-shit, madje edhe përpara kam punuar për atë dhe për kandidatë të tjerë. Isha shumë e zhgënjur dhe kam thënë publikisht. Që jam e zhgënjur, megjithatë duhet marrim parasysh edhe momentin ku ndodhemi tani. Po. Sepse dinamikat nuk janë vetëm politike, nuk janë vetëm në shtetin e Michiganit, një vend federal. Dhe unë nuk jam duke justifikuar askënd, por po them që vërtet jam shumë e zhgënjur, megjithatë, unë si Edlira nuk doja të kisha asnjë data center në Michigan. Por të paktën, nëse nuk mund ta parandaloj në të gjithë Michiganin, unë nuk dua data centers në Macomb County apo zonat përreth zonës time.
ku është distrikti 24, sepse Shumë e drejtë. Edhe miku jon Renisi nuk e deshte, më përmendi si një nga problemet kryesore, sepse është afër zonave të banuara. Po është problemi që Michigani ka ujë sa duash, data center duan ujë, dashje pa dashje, diku do të vendosen. është e vërtet. Por populli nuk i do data centers. Dhe në qoftë se do bëhet një zgjedhje nga populli, sikurse e thonë disa prej njerëzve që kandidojnë, që e lënë çdo gjë në vendimin e popullit, është bërë një survey kohët e fundit dhe ka dalë që 86, nëse s'jam gabim, sepse nuk e mbaj mend mirë, të më falni, le të themi 86% e Michiganers nuk dëshirojnë të kenë data centers në vendin e tyre. Dhe po shikojmë se si këto data centers, çfarë rezultatesh po japin në shtete të tjera ku janë ndërtuar. Uji po bëhet i pa konsumueshëm, po bëhet shumë i ndotur. Jo vetëm atë, po thahen liçenet apo ujërat që ndodhen në ato zona, sepse kërkojnë shumë prurje ujore për të ftohur makineritë. Dhe jo vetëm kaq, po kërkojnë shkollave që ndodhen rreth data centers të mos përdorin më mjetet elektronike që kanë për të kursyer energji. Dhe DTE Energy po kërkon më shumë të lidhi kontrata me data centers dhe po heq dorë nga dhënia e këtij shërbimi njerëzve të thjesht apo popullit të thjesht amerikan. Data center është dhe zhvillimi është i sardhmes. O do ta kufizojmë zhvillimin e sardhmes, o do gjejmë praktikën e saktë, mendimi im, që të plotësoj gjitha këto kërkesa, ju keni platformën tuaj, ju thoni asnjë data center në Michigan. Përderisa ne nuk kemi data center në distriktin 24, unë dua që ky distrikt të ngjelet i tillë. Jo vetëm kaq, por shumë vendime në distriktin 24 edhe do sjell këtu Washington Township janë marrë me dyrë të mbyllura. Dhe ka qenë rastësi që populli i Washington Township apo Lennox Township, që është townshipi fqinj në zonën time, kanë gjetur të dhëna të emaileve të ndryshme që janë shkëmbyer nga liderat e këtyre zonave me persona që janë lider të këtyre data centerve. Dhe kjo nuk ka sjell një vendimarrje nga populli. A do të ishit ju në favor të një referendumi në lidhje mbi këtë çështje? Do të isha në favor të një referendumi pas edukimit të popullit se çfarë janë pro apo kundra këtyre data centerve, që ata të vendosin në mënyrë të qartë se çfarë janë këto data center. Po le të them diçka. Populli, dhe unë jam shumë e lumtur, e ka bërë këtë gjë në mënyrë të pavarur. Një nga çështjet kryesore është çështja e shëndetit, e kujdesit shëndetësor. Teoria juaj ishte, si të thuash, kujdes shëndetësor free për të gjithë. Kjo duket si një parolë progresiste, megjithatë, si mendoni, është e mundshme kjo në kushtet e Amerikës, do thoya? Është ide progresiste, por edhe një herë do doja ta liam njanë këtë term. Po. Dhe do merresha më tepër me faktin që ne si njerëz që kandidojmë, nuk kandidojmë për titull, më tepër se sa jemi shërbys të popullit. Dhe fjala origjinale për përfaqësuesit është të shërbesh zërave të këtyre njerëzve që nuk mund të arrijnë në vendimarrje. Është e pamundur që miliona Amerikan të shtypin një buton për ditë për çdo vendimarrje që merret në nivel federal apo në nivel edhe të shtetit Michiganit. Kështu që ne I shërbejmë zërave të këtyre njerëzve. Tani, për sa I përket shërbimit shëndetësor, sigurisht që në momentin që shteti I kërkon këtij populli që t'i besojë vetëm këtyre njerëzve që janë vendosur në krye,
ta kanë për detyrë që disa gjëra që janë primare, si shëndeti, vendbanimi, një vend ku të banojnë, dhe ekonomia, për një shtresë mesatare të ulët që të jetë e përhershme, duhet të sigurohet këtyre njerëzve. Ky është traktati i parë që njerëzit në filozofi i kanë dhënë Shtetit të drejtë që t'i përfaqësoj. Shërbimi shëndetësor është një pjesë kryesore dhe në bazë të disa kërkimeve shkencore që janë bërë, ka dalë që ne harxojmë shumë lek duke mos parandaluar sëmundjet dhe duke i kuruar ato në momentin që janë agravuar, sesa kur i parandalon ato që në momentet primare kur ato shfaqen. Kështu që janë shumë gjëra që kursejnë nga buxheti i një vendi. Tu keni shumë të drejtë, sepse ka sëmundjet cilët ka dhe një zgjidhje të caktuar, por kompanitë farmaceutike ndërhyjnë, nuk lejojnë arritjen e një zbulimi shkencor, e mbulojnë atë thjesht për të fituar nga të ardhur, nga shitja e ilaçeve që vetëm kurojnë simptomat e nuk zgjidhin problemin. Çfarë do të bëni t'ju më mirë, edhe si shqiptaro-amerikane, për t'i bindur shqiptarët që mos qëndrojnë larg politikës. Shpeshherë ne kemi një handicap, shqiptarët harrojnë të votojnë, apo nuk votojnë, apo nuk kujtohen për votime. Një miku im, kandidat demokrat edhe ai, më tha që priti në 2 qendra votimi, t'i vinin shqiptarët, ditën e votime paraprake dhe asnjë shqiptar s'u duk. Tani, këtë le ta mbajmë përgjësi ne, por është nevoja edhe televizionit bëj punë edukative, por edhe juve që trokisni derë më derë t'i bindni që shqiptarët ashtu si fituar të ju, guximshëm, me iniciativë, me forcë, me mbështetjen e familjes, një drejtimi që shqiptarët të gjejnë përfaqësimin e tyre, jo vetëm për komunitetin shqiptar, jemi pjesë e melting pot, si quhet, asaj tenxherës amerikane, kur shkërin komsit, po të gjithë janë të angazhuar. Është e vërtet, Rafael. Amerika është vendi ku ti mëson shumë nga diversiteti që ka, dhe shikon që vërtet ekzistojnë kombe të ndryshme nga cilët ne mund të mësojmë shumë gjëra. E përsa i përket komunitetit tim, një gjë që kam djerë në këtë rrugtim që kam ndërmarrë, që nuk është shumë i gjatë, megjithatë është goxha. Është domethënës, bravo një. Është i vështirë, sepse nuk shef shumë shqiptar. Kur kam parë Suzana Shkrelin, kam parë Renis Nushajn, kam parë dhe Marion, një djalë që punon në Partinë Demokratike, është djalë i ri, më duket se sapo kam mbaruar shkollën e mesme, më zhdukur sikur kam parë gjithë botën në Partinë Demokratike. Sepse nuk kemi sa duhet njerëz të angazhuar në politikë. Dhe për më tepër kur je femër je nën, je bashkëshorte, je dhe vajzë, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë sepse ti duhet të vazhdosh të hecësh në profesionin që ke ndërmarrë, por në të njëjtën kohë duhet mendosh edhe për shumë gjëra të tjera përdallë. Dhe unë si femër dhe si nën, do ngulmoja shumë që komuniteti ynë të fillonte dhe të edukonte të rinjt për pjesëmarrjen politikë. Vërtet mund na duket shumë larg dhe mund të themi që ne punojmë, këto janë fjalët e zakonshme që unë kam dëgjuar, unë punoj, ai tjetri që është me komsi tjetër më përfaqëson shumë mirë, fëmia im punon për atë. Jo, ne duhet të punojmë për veten tonë. Ne duhet të kemi fëmijë, duhet të kemi të rinj që t'i bashkohen këtyre radhëve dhe të kandidojnë, dhe të punojnë më shumë për komunitetin e tyre, të përfaqësojnë më shumë Shqipërinë. Shqiptarët që janë në Amerikë, jo vendin tonë. Edhe vendin tonë, pse jo? Shqiptarët që janë në Amerikë, po dhe vendin tonë. Dhe nevojat që ne kemi si shqiptar është shumë e rëndësishme.
Dhe më beso unë do punoja për këta të rinj. Do punoja dhe do të ndihmoja që këta të ecin në rrugën e tyre. Nuk ka rëndësi partitë politike, nuk ka rëndësi. Ne e dim se kush janë problemet që shoqëria ballafaqohet dhe dim të analizojmë se si të zgjidhim më të mirën për gjithë shoqërinë këtu në Amerikë. Prandaj do t'ja dija shumë përnder që sikurse bëjmë programe kulturore që tregojmë atë kulturën tonë të mrekullueshme, të fillonim dhe të ndërtonim brezat e ardhshëm që të na përfaqësojnë në të ardhmen. Do të zgjidheni në Senatin e Michiganit dhe unë besoj që do zgjidheni. Si do ruani kontaktet me qytetarët të drejtë për treja? Si do siguroheni që këta zgjedhësit që ju i trokitët në derë, zëri tyre do dëgjohet atje në Lansing? Këtu vjen edhe pjesëmarrja në politikë. Problemi që është sot edhe midis Partisë Republikane dhe Demokrate është town halls. Vendet ku njerëzit takohen dhe ku vinë nga partitë të ndryshme për të pyetur këta përfaqësues ose këta kandidat se çfarë qëndrimi mbajnë. Dhe ka shumë nga përfaqësues që nuk paraqiten fare në popull ose të krijojnë këto town halls ose të krijojnë takime me popullin. Unë nuk premtoj që të bëjmë mrekullira, sepse jam njeri i zakonshëm si të gjithë ju, pavarësisht se i kam hyrë kësaj rruge që është aq sa e vështirë, po dhe edhe rewarded në të njëjtën kohë, të jep shpërblimin për diçka që ti do ta vësh në jetë. Por do t'ja dija shumë përnder që në momentin kur unë të zgjidhem, unë do krijoj këto town halls. Do jem pjesëmarrëse përmes këtyre eventeve që dua të krijoj dhe dua që të kem sa më shumë njerëz që të vinë, të më shprehin shqetësimet e tyre. A do t'i bëni në shqip apo në anglisht? Në Partinë Demokratike po krijohen pamflete në të gjitha gjuhët e ndryshme të komunitetit që jetojnë në flas për distriktin 10, edhe për Macomb County, në të gjitha gjuhët dhe një nga gjuhët do jetë shqip. Shumë bukur. Çfarë do lloj gjuhë, këto pamflete do jenë në të gjitha gjuhët e komsive që jetojnë në Macomb County apo në Amerikë dhe do bëhen të mundura që të gjithë të kenë të drejtë të lexojnë pavarësisht se flasin apo jo. E themi, është vendi i diversitetit, është vendi ku jetojnë shumë komsi, kështu që po. Tashmë, kjo është pyetje politike. Në politikën amerikane shpeshherë ndarjet partijake, si di ti më mirë se unë, janë shumë të forta. Edhe kohët e fundit, përpjekjet bipartizane janë zvogluar ndjeshëm. A jeni gatshme të bashkëpunoni me përfaqësues të Partisë Republikane për një projekt bipartizan për të mirën e bashkëqytetarëve tuaj të distriktit 10 apo të gjithë Michiganit? E di se ku kam dhënë intervistën time të parë gjatë primareve? Jo, nuk e di. Tom Sokol është republikan. Dhe kam qenë në zyrën e atij dhe kam dhënë intervistën, kam qenë me një shoqen time amerikane, që do të thotë që kur vjen puna për çështje që kanë të bëjnë me popullin, unë nuk përfaqësoj vetëm demokratët. Unë përfaqësoj të gjithë popullin e distriktit 24. Dhe kur folëm më herët për familjet që kemi republikan dhe demokrat, ne jemi në familje dhe kemi ide të ndryshme. Nuk mund të përjashtojmë njerëzit që nuk bien dakord me idetë tona. Por demokracia është të diskutosh, të ulesh në tavolinë, në atë agorën e vogël që është tavolina, ku fillon edhe ekonomia shtëpiake. The kitchen tables. Kitchen table, aty ku çdo gjë që ndodh me affordability, me health care, me edukimin, aty fillojnë dhe debatet konstruktive për të ndihmuar shoqërisë. Jam e hapur të bashkëpunoj dhe me independent, edhe me republikan, dhe me demokratët e mi. Sigurisht që kushdo që ka të drejtë, do vihet vetëm në funksion të popullit.
Me këto shpreje ti më binde që ke qenë një mësuese e mirë dhe do të jesh një politikane e mirë. Nxënësve të mi gjithmonë u them që ju jeni lidera, sepse edukimi të lidh me drejtuesit e së ardhmes. Dhe nëse nuk ke një edukim të mirë dhe nuk ke mësues që të jenë role models për këta nxënës, nuk ke lidera të mirë në të ardhmen. Ato që mbjell sot do ta korrosh nesër. Dhe është shumë e rëndësishme që të krijosh të kesh sistem të mirë për çdo gjë që ka të bëjë me jetën publike, që çdo gjë të vazhdojë për mijëra vjet në të njëjtën mënyrë. Unë pres atë të fundit fare që të kemi senatoren shqiptare atje në Lansing, edhe të trokasim në derën e kësaj senatore të themi shikore se ka ca punë ajo zona. Kur isha në Lushnjë, edhe siç dihet, ne kemi nxjerrë shumë mësues që i kemi çuar në zonat më ndryshme të Shqipërisë. Dhe këta mësues nderuar më kanë dhënë mësim. Dhe do kujtoj mësuese Izminin, ka qenë mësuese fillores. Dhe po lexonin për Skënderbeun. Dhe ishte një pjesë para se të fliste Skënderbeu dhe thoshte që ke këtë tufën me thupra. Po. Dhe i tha trimave që kishte vërdall, i tha, thyeni këto thupra. Edhe ata thanë, provuan, nuk mund t'i thyejmë dot. Edhe Skënderbeu i tha që nëse ti i thyen një nga një, ti arrin qëllimin tënd. Çfarë do të them me këtë? Do të them që unë jam vetëm një person i vetëm. Dhe unë si jetë lira, nëse nuk kam mbështetjen e njerëzve, dhe në këtë rast të shqiptarëve të mi, pavarësisht çfarë partie politike i përkasim, unë vetëm nuk mund bëj dot gjë. Por nëse kam shqiptarët dhe njerëzit që do më mbështesin, atëherë unë arrin që të shërbej sa më mirë këtij populli. Dhe do isha shumë krenare që shqiptarët të më mbështesnin, nuk janë perfekte, nuk do bëjmë mrekullira, por do përpiqem të bëj më të mirën duke dëgjuar, duke qenë pjesëmarrëse përmes takimeve të ndryshme me popullin. Vetëm kështu mund të arrit të dëgjoj zërin e tyre dhe mbi të gjitha duke qenë ata pjesëmarrës në këto takime, pavarësisht nëse jam unë apo përfaqësues të tjerë. Unë përmenda edhe një herë fjalën mësuese, e në këtë mes do ta mbyll me këtë fjalë. Të mësojmë shqiptarët të votojnë për shqiptarët, për kandidate si Elira, që dinë të luftojnë, dinë të kërkojnë interesat e kombit shqiptar, e shqiptaro-amerikanëve edhe të zgjedhësve të saj, dhe të urojmë fitore në zgjedhjet e 5 nëntorit. Të kemi këtu në Michigan edhe një kandidate e cila arrin në finish, jo sepse të tjerët nuk kanë qenë me vlera, po betejë është betejë, gara është garë, dikush shkon deri në fund, dikush mund të ketë fat, dikush nuk ka të fat, dikush e ka më të ashpër luftën politike, por megjithatë, ajo që na karakterizon ne shqiptarët, do thosha është besimi, forca e vullnetit, gjë që shoh tek ju dhe të uroj fitore. Faleminderit Rafael, është kënaqësi që vi në këtë studio, po të them edhe një herë, dhe është kënaqësi të flas shqiptarëve të mi, dhe bashkimi bën fuqinë. Vetëm këtë do them. Ta lem pra me fjalën e Skënderbeut, edhe ne të presim përfundimin e kësaj faze. Tashti do të hysh në një fazë çik më të vështirë, por ne krijuam besimin se do kemi një fituese, edhe një herë të lira ju uroj sukses. Faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund emisionit tonë Argument, me fituesen e garës në primary, në zgjedhjet paraprake në distriktin e 24 Elira Sako, e cila na bën krenar për fitoren e saj, për angazhimin e saj, dhe të bashkohem me ju në urimin, sikur se i thash asaj drejt për një fitore në zgjedhjet përfundimtare. Ta kemi edhe ne një shqiptaren tonë atje në Lansing, që të dim të trokasim kur kemi halle edhe kur s'kemi.
dhe të festojmë së bashku edhe 28 nëntorin në Lansing. Ju faleminderit që ishte në studio. Faleminderit.